Izraeli po shqyrton se si një dron i Hezbollah hyri në vend pa shkaktuar alarm duke vrarë 4 ushtarë duke plagosur më shumë se 60 persona të tjerë ditën e diel. Sulmi i cili goditi një bazë ushtarake në një qytet në veri të Tel Avivit rreth 40 milje nga kufiri libanez është një nga sulmet më të përgjakshme ndaj Izraelit që nga fillimi i luftës tetorin e kaluar. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari tha se do të hetojnë incidentin, duke u zotuar për një përmirësim të mbrojtjes së vendit. 7 ushtarë pësuan lëndime të rënda, tha ushtria. Hezbollah tha të dielën se kishte nisur 38 sulme ndaj ushtarëve izraelit, bazave dhe kazermave të ushtrisë nga Izraeli dhe Libani jugor, me më të shumtën që nga fillimi i luftës izraelite me grupin militant. Ministri i jashtëm i Iranit ka paralajmëruar se nuk ka më vjet kuqe për mbrojtjen e interesave të vendit, ndërsa Irani tha se Shtetet e Bashkuara do të hakmerren ndaj çdo sulmi të ri nga Izraeli. Gjatë 9 ditëve të fundit, bombardimet izraelite të kampit të refugjatëve Jabalia kanë vrarë të paktën 300 persona. Izraeli ka lëshuar urdhra evakuimi për spitalet dhe ka bllokuar furnizimin me ushqime si pjesë ofensive së tij të përshkallëzuar në zonë. Paqëruesit e OKB-s thanë se ushtarët izraelit shkelën një nga postet e saj në Libanin jugor në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ushtria izraelite më vonë tha se një nga tanket e saj u kthye në post ndërsa po evakuonte ushtarë të plagosur. Një varg veprimesh ushtarake izraelite kanë plagosur paqëruesit në Liban ditët e fundit, duke u përballur me kritika të liderëve perëndimor. Ndërsa ofensiva e Izraelit kundër Hezbollah në Liban intensifikohet, grupi i mbështetur nga Irani lëshoi një mesazh të regjistruar nga lideri ndjer Hasan Nasrallah të dielën. Është e paqartë se ku është regjistruar mesazhi, por publikimi i tij nënvizon vendosmërinë e grupit militant për të luftuar përballë ofensivave izraelite.